Mos u mashtro shumë nga pamja, llafet apo muhabetet e bukura. Gjithmonë ki parasysh kur të shoqërohesh me dikë. Nëse është i dobët në fenë e tij, nëse sjellja e tij është e keqe, nëse zemra e tij është zemër e zezë, nëse morali i tij është moral i keq, hiq dorë prej tij një sahat më parë. Sepse shoku kërkon të të bëj si vetja. Mos e harro fjalën e Allahut të lartësuar që thot në Kur'an: "Wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi." Atë ditë ku zullumçari të kafshoj duart e tij. E të thot: sikur mos e merrja filanin për mik, për shok. Profeti alayhis salam thot në një hadith: "El mar'u ala dini khalilihi." Njeriu është në fenë e shokut të tij. Çdo njeri le të shikoj se me kënd shoqërohet. Kështu kuptohet prej hadithit. Prandaj vllai im, motra ime, kujdes se me kë shoqërohesh. Mundohu që të shoqërohesh me njerëz të cilët të nxisin me u afru tek Allahu i lartësuar, të nxisin për punë të mira, të nxisin që të bëhesh i mirë si në dynja, por i mirë ti jesh edhe për ahiret.